Këshilli i Prokurorëve Publik dha mendim pozitiv për propozimin e qeverisë për shkarkim të prokurorit publik republikan Marko Zverlevski. Tani Këshilli këtë mendim duhet ta kthejë në qeveri dhe bashkë me të gjitha dokumentet e tjera të dërgojë në kuvend. Kuvendi duhet të caktojë seancën në të cilën do diskutohet për shkarkimin e Zverlevskit dhe me 61 vota të shkarkojë prokurorin publik të deritanishëm. Gazeta e parë private në Maqedoninë e Pavarur, Dnevnik, nga nesër nuk do të bodohet më. Këtë vendim punonjësve sot u akumtoi Aleksandar Dinev, pronari i kompanisë së re Media Print, e cila e boton Dnevnikun. Përveç Dnevnikut, shuhen edhe portalet Vest, Utrinski Vestnik dhe Telegraf. Me këtë vendim të udhëheqësisë, rreth 100 persona nga kompania MPM mbeten të papunë. Aktivistët e Shpëtim për Vallandovën sot filluan me blokadat e paralajmëruara të rrugës Vallandov-Piraf-Marvinovci dhe kërkojnë që pushteti lokal të caktojë një mbledhje në të cilën do të merret vendim për referendumin për mirënjohjen e Kazandollit. Shpëtim për Vallandovën insistonte që Këshilli të takohej dje që në 9 korrik do të mund të mbahej referendumi, por kryetari e Këshillit nuk e caktoi mbledhjen dhe për këtë shkak u aktivizuan këto bllokada.